28 tetori i vitit 1140, shënon datën historike ku kryeministri grek i asaj kohe, Ioannis Metaxas, i tha jo pushtuesve fashist italian. Me fillimin e zhvillimeve demokratike, ky përvjetor përkujtohet edhe në vendin tonë, pasi rreth 7500 ushtar grek të vrarë gjatë luftës së dytë botërore. Këtu në varezat e ushtarëve grek, në Bularat, do të zhvillohet aktiviteti kryesor i trupit diplomatik të Greqisë në vendin tonë, kushtuar fillimit të rezistencës së popullit grek ndaj pushtuesve italian. Gjatë përshëndetjes së saj, përfaqësuesa e shtetit grek ju referua bashkëpunimin midis dy vendeve për gjetjen e estrave të ushtarëve grek. Dua të theksoj se varimi dinjitoz i ronjve tanë vetet një detyrim i shenjtë i kombit. Falenderoj miken ton, Shqipërinë, për bashkëpunimin e saj lidhur me kërkimin, zhvarimin dhe varimin e ushtarëve grek të rënë gjatë luftës greko-italiane. Gjithashtu dua të përgëzoj Komisionin e Përbashkët të Greqisë dhe Shqipërisë që vazhdon operacionet në terren. Grek dhe shqiptar vazhdojnë të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të zgjidhur më në fund këtë çështje historike të pazgjidhur dhe për t'u lejuar heronjve të kombit ton të prehen në paqe. Madje, foli edhe për rrugën europiane të vendit tonë. Më lejoni gjithashtu të përgëzoj miken ton Shqipërinë për vullnetin e saj të fortë, të integrohet në familjen evropiane dhe të mirëpres progresin në negociatat aktuale me Bashkimin Evropian. Rruga është e gjatë dhe kërkojnë reforma me theks në çështjet e shtetit të së drejtës, me përparësi çështjet e mbrojtjes së pakicave. Greqia si një anëtare e hershme e Unionit beson fuqimisht në orientimin evropian të Ballkanit Perëndimor dhe mbështet fuqimisht miken ton Shqipërinë në rrugëtimin e saj europian, duke ndihmuar përpjekjet e saj për të arritur përshtatjet e nevojshme me standardet europiane. Prefekti i qarkut Gjirokastë, zoti Odise Kote, së bashku me zëvendësshefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, zotin Altin Kurti, ishin përfaqësues zyrtar të shtetit shqiptar. 28 tetori është një ditë shumë e rëndësishme për popullin grek, por jo vetëm për popullin grek, por dhe për popullin shqiptar, pasi ai që nderon të rënët, ai që nderon ata që dhanë jetën për lirinë, nderon në fakt vetveten, nderon të sotmen, nderon dhe të ardhmen. Sigurisht që populli shqiptar në luftën italo-greke ishte në krahun e forcave progresive, ishte në krahun e forcave që luftonin për lirinë e Shqipërisë, por pse jo edhe për lirinë e popullit grek. Këtë gjë tregoi edhe në luftën që u zhvillua më pas, pra në çlirimin e plotë të Shqipërisë, ku partizanët shqiptar luftuan jo vetëm në trojet shqiptare, por dhe në trojet e tjera në Maqedoninë e Veriut, në Jugosllavi e kështu me radhë. Prandaj nderimi për të rënët, nderimi për ata që japin jetën për lirinë, është nderim universal, është nderim që ju përket të gjithëve. Nderim të rënëve, nderim atyre që japin gjakun për lirinë, që japin gjakun për pavarësinë, që japin gjakun për jetën dhe për esurinë e popujve tanë. Ata forcojnë miqësinë, ata forcojnë solidaritetin e popujve, ata forcojnë në fund të fundit jetën. Në aktivitet morën pjesë deputet, drejtues vendor, si nga Greqia ashtu edhe nga Shqipëria, ndërsa gjatë paradites u vendosën kurora edhe në varezat e ushtarëve grek në Kërçyr.